Ish kryeinspektori i AKI-s dhe analisti i sigurisë Burim Ramazani ka publikuar një reagim ku rikujton zhvillimet që nga ratisja e Milan Radojčić, duke e cilësuar atë kryeterroristin e mbështetur nga Serbia dhe duke theksuar se ai nuk ka qenë i lirë në Kosovë që nga fundi i vitit 2018. Ramadani rikujtoi se më 23 nëntor 2018, 3 javë para votimit për formimin e ushtrisë së Kosovës, njësitë speciale të policisë së Kosovës bastisën banesën e Radojčić, por ai kishte ikur pak para aksionit. Kur më nuk u kthye lirë në Kosovë, erdhi të paktën 2 herë male dhe shkruan Ramadani. Sipas tij, ardhja e parë ishte më 4-5 korrik 2022, kur Radojčić publikoi një video kërcënuese dhe u largua sërish pa u kapur. Ardhja e dytë sipas Ramadanit ishte më 24 shtator 2023, kur ai u thosh rreth 90 persona të armatosur në sulmin terrorist në Banjsk, ku u vra polici i Kosovës Afrim Bunjaku. Iku nga aty male dhe nën snajperin e shtetit të Kosovës, theksoi Ramadani. Ai shtoi se ndonë se shpesh është prezantuar si organizator kryesor i strukturave kriminale në veri, Radojčić nuk ka qenë vendimarrës i nivelit më të lartë. Shefi i tij është Aleksandar Vučić, ndër lidhësi me Rusinë është Aleksandar Vulin, ndërsa Milan Radojčić është kryeterrorist në terren, shkruan ai. Ramadani përkujtoi gjithashtu se Radojčić është vendosur në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 8 dhjetor 2021, ndërsa më 11 shtator 2024 është akuzuar zyrtarisht nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Më 28 dhjetor pritet të mbahen zgjedhjet nacionale, të cilat vlerësohen si vendimtare për drejtimin politik të vendit në vitin e ardhshëm. Këto zgjedhje mbajnë një peshë të madhe pasi rezultati i tyre mund të përcaktojnë nëse vendi do të dalë nga situata e bllokadës politike që e karakterizoi këtë vit. Por, brenda kësaj jave është edhe afati i fundit nga KSZ-ja për të formuar koalicionet parazgjedhore. A mund kemi koalicione mes partive politike si mjet për ruajtjen ose rikthimin e pushtetit pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit dhe për të shmangur bllokadën politike? Antari i Guxo Luan Gacaferi në një prononcim për Bota Sot thotë se më 28 dhjetor prit që vetë vendosi e Guxo Alternativa të marrin mbi 50% të votave, sepse qytetarët kanë parë gjatë 9 muajve blokad se vetëm një shumicë e tillë çon vendin përpara. Sipas tij, PDK, LDK, AK, LS tashmë ka një koalicion de facto, ndërsa vetëvendosja ka koalicion de jure me Guxo dhe Alternativën. Mund të bashkohet edhe ndonjë parti tjetër, por kjo mbetet për tu parë. E rëndësishme sipas tij është që më 28 dhjetor votuesit të ndajnë shapin prej sheqeri. Unë besoj që në zgjedhjet e 28 dhjetorit, njerëzit do të votojnë me mbi 50% për vetëvendosjen dhe Guxo Alternativa, sepse në këto 9 muaj blokad e kam parë se rrugë dalja tjetër nuk ka vetë se të votohet vetëvendosje me një 50% plus, nëse duam që shteti të ecë përpara. Sa u përket koalicioneve, besoj që secili e di se PDK, LDK, AK dhe LS e kanë një koalicion de facto, kurse vetëvendosja ka koalicion de jure me Guxo Alternativa. Tash, se do i bashkohet edhe ndonjë parti tjetër këtij koalicioni nuk e di, mbetet të shihet, por rëndësi ka që më 28 dhjetor, votuesit të ndajnë përfundimisht shapin nga sheqeri, u shpreh ai për Bota Sot.